Drejt për drejti në programin për ditën mbar, në pjesën e dytë, është e mërkur, kemi thënë që në të mërkurën e kemi rubrikën Mjekun në studio. Ko më parë kemi pasur, më duket ky është doktori më i gjatë që kemi pasur ndonjëherë në studio, ndoshta që duket edhe mua për da pyesim, nuk i kam pyetur kur në fakt, megjithëse tashmë e kemi edhe mik të programit, e kena bërë edhe mik ortopedin e njohur doktorin Dion Mysliu që është me mua në këto momente. Ta shikoni një doktorin në cilin mikrofoni okej. Mirë, tani jam duke parë që duhet patjetër aty se duhet ta dëgjojmë shumë mirë doktorin Dionin. Nuk kam pyetur asnjëherë sa i gjatë je. Mirëmëngjes Max. Mirëmëngjes. Kështu pyesim në direkt. 2 metra jam, kështu si jam prej doktorave më të gjatë, është vërtet. Kam rajon me se ka kapur. Më i gjatë, ja? Doktori më i gjatë? Nuk i di statistikat e ODS, mirë po... Ku ke qenë student në mjekësi, ke qenë më... Ndër më gjatit, po. Ndër më gjatit. Po. Ndoshta më i gjati, nuk e di, ka qenë ashta dikush më i gjatë se. Unë nuk e di çfarë lidhje ka gjatësia për shembull edhe me mjekësinë, është mirë apo të pengon, ka penguar ndonjëherë apo jo? Për neve, për shkak se qëndrojmë kohë gjata në sallë të operimit, për shkak të qafës shpinës është pak ma problem gjatësia në këtë rast, nuk është që na bën ndaj favor shumë të madh. Nuk bën, ë? Mirë, më thoni për sa i përket doktorin dua ta dëgjoj shumë mirë. Më thon kolegët e mi, apo po më dëgjohet mirë doktori tani? Fleta, më jepni një sinjal sepse dua në këtë moment të jetë përqendrimi. Po, unë do mundohem, po ka që i gjatër sa ky do në marrë mikrofonin në dorë. Mirë, bëjmë pak si kështu, shaka. Okej, mirë. Doktor, je kthyer nga pushimi, ke qenë pushim, a? Po isha në pushim dhe me njëherë ju kthyem punës fuqishëm. Ata rreth rrotull që ku po pushoje ti, se morë vesh një nga ishut, nuk po i themi se ku, morë vesh që ti je doktor, se mund të ketë pas në lëndim dikush edhe një ortoped këtu edhe... Fatmirësisht jo nuk ka pas, mirë po zakonisht ne si ortoped në përgjithësi jemi shumë vigilant gjatë tërë kohës, i përcjellim lëvizjet, e përcjellim kur dikush mundet me qenë në rrezik edhe i parashikojmë lëndimet se çka mundet me ndodhë. Është ndoshta fatkeqësisht mund të them është pak defekt profesional. Ajo që menjëherë jemi shumë vigilant për me pasë se çka mundet me ndodhë në hapësirën tonë. Sidomos gjatë verës, lëndimet janë shumë të shpeshta, ndodhin në plazh, ndodhin në pishina, ndodhin në rrugë, për shkak se lëvizja rritet shumë tek të gjithë njerëzit, atëherë edhe lëndimet janë ma të shpeshta, kështu që edhe ne si ortoped shpesh jemi vigilant, shpresojmë që mos më na ndodh, sidomos kur jemi në pushim, që mos më pas nevojë me marr punën me vete në pushim, po megjithatë din me ndodh. Kishte shqiptar aty ku ishe, se me sërgi nëse do kishte shqiptar do dallonin, ky është doktor. Shqiptar ka të gjithka, ka të shkojmë kemi shqiptar. Okej, mjaftojnë që ke pushuar shumë mirë dhe me që jemi të kjo pak personale, ke pasur dhe një pushues më të vogël me vete, djalin, e? Po, kemi pas me vete këtë herë, një pushues shumë vogël. Do flasëm në fakt edhe për fëmijët gjatë verës, doktor më thuaj, po shikon që kam shumë lëndime? Lëndimet gjatë verës rriten shumë, tek të gjitha grupë moshat, edhe të fëmijët. Pse unë kam një përshtypje që kur ka akull, megjithëse akulli na mungon ose bora si diku nuk ka në vendin tonë, ndodhin më shumë këto rrëzimet, po më duket edhe verës pas ka shumë punë edhe për ortopedet. Faktikisht kam bë një hulumtim shkencor në vitin 2018 nëse nuk gaboj, cilin e kam prezantuar në Universitetin Semmelweis në Budapest. Pikërisht ka qenë pyetja e hulumtimit ka qenë kjo, a ndodhin lëndimet më tepër dimrit, po në fakt kemi studimi ka qenë për grupë moshat e vjetra, po kemi që në fakt nuk ka dallim signifikant në statistika se ndodhin më shpesh dimrit. Edhe një prej arsyeve që kemi ardhur në përfundim se pse nuk është kjo që po mendon edhe ti, është pikërisht për shkak se dimrit shumica e njerëzve kanë kujdes më tepër. Punëtorët punojnë më pak, sidomos për shkak të temperaturave, pra në hapësira në
katet nalta. Fëmijët dalin më pak jashtë për shkak se prindërit kujdesen që mos me dalë, është ftoft, mund është muftof, mund është murzu. Të rriturit mandej kanë tendencën që me pas kujdes se mundet me qenë ngritë, sidomos mëngjesi hershëm është periudha kur ndodhin ma shumë ajo shtresa e parë e akullit, dhe në përgjithësi pra ekziston një kujdes pak më i madh. Gjatë verës, pikërisht për shkak se nuk e mendojna këtë fakt që mundemi me urzu, mundemi me pas një aksident, pra nëse më i me qujtë kena një lloj shfrenimi, një lloj pakujdesie ma të rritun se mendojmë që s'mundet me ndodh asgjë. Në fakt pikërisht është vera ku kur lëvizjet janë shumë të mëdha. Fëmijët dalin me lujt shumë tepër, hipin në trampolina, marrin bicikleta, trotineta, tash me paraqitjen e trotinetave elektrik, kemi një problem shumë të madh që paraqitet tek fëmijët, për shkak se ata shkojnë me një shpejtësi më të madhe, nuk munden me koordinu mirë, edhe mandej vjen deri tek Ka raste të shumta kur jemi këtu tek përdorimi i tyre ndaj fëmijëve që vjen te ti pikërisht janë mërzuar. Ka qenë ka bagi numër të madh, edhe sidomos në vitet e para 4-5 vjetëve, 3-4 vjetëve paravorësisht kur u futën në treg, kemi pas numër shumë të madh, sidomos fëmijëve që janë rrëzu prej trotinetit elektrik. Prandaj gjithmonë ne tentojmë që me i eduku pacientët edhe prindërit që sidomos tek fëmijët mos me përdor trotinetin elektrik, i përdorin trotinetat e zakonshëm, është më lehtë me u koordinu me ta, shpejtësia me ta është shumë e vogël, edhe gjasat për lëndim janë më të vogla, po edhe nëse ndodh një rrëzim, atë lëndimi është më i lehtë. Kurse në raste kur po ndodhin me trotinet elektrik, shpejtësia është shumë e madhe, energjia është shumë e madhe, do thotë e aksidentit, mandej edhe pasojat janë më të mëdha. Fatkeqësisht na mundemi me thonë që është një moment, një kënaqësi e momentit, shumë e shkurt, pe shijojnë atë shpejtësi, mirë po pasojat që po vijnë prej çatij lëndimi, prej çatij rrëzimi, po na përcjellin mandej me muaj, me javë, me muaj, me vite, ndonjëherë edhe të jetën. Me ne është doktori ortoped Dion Musliu, për gjithë ata që vinë në këto momente dhe nëse kanë ndonjë pyetje, po flasim për lëndime gjatë verës, në komunikacion, në aksidente, në punë, në pishinë, besa edhe për fëmijët që përdorin edhe këto mjetet në mod kohë të fundit edhe në vendin tonë. Nëse kemi ndonjë pyetje, pyetjet kanë nisur të vinë me një, ne do t'ju japim her pas here kohë, por edhe nëse na telefononi, kështu që numrin e kemi në ekran, flasim për lëndime gjatë verës me ortopedin që kemi në studio, plus 383 44 900 021. Besoj do ta mbajmë deri afër orës 11 doktorin, por më ka thënë që ti ke nisur punën herët sot. Po, kemi fillu me njëherë me vizitat në klinikën ku punojmë. Një është arsyeja e njëjtë, verës gjithmonë ka më tepër fluks të pacientëve, lëndime ka më tepër. Në përgjithësi ankesat ato të cilat artrozat për shembull që paraqiten tek moshat më të shtyera janë më pak gjatë verës për shkak se dikush këmbaj, dikush në deti, do të thotë kanë aktivitet pak më të mirë, notojnë, futen ujë, është pak më lehtë. Pacientët që vinë gjatë verës flasin për aksidente. Fatkeqësisht ishte lajmi sot në mëngjes për një aksident fatalitet. Natyrisht tek ortopedi fatmirësisht ta quajmë kështu kur flasim për aksidente fatalitet me vdekje, fatmirësisht është një aksident është lënduar dhe vjen tek ju. Ka raste të shumta? Sidomos gjatë verës, numri i pacientëve që kërkojnë ndihmën e mjekut për shkak të aksidenteve është jashtëzakonisht i madh. Nëse edhe i shohim statistikat e policisë, dikun raportohen pavarësisht 65 aksidente, 70 aksidente çdo ditë, që është numër jashtëzakonisht i madh. Nëse llogaritëm që secili prej tyre mundet me qenë, do të thotë minimalisht është një person i përfshirë në atë aksident, po zakonisht ka shumë më tepër persona që janë të përfshirë. Prandaj edhe numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë është shumë i madh. Lëndimet që ndodhin në aksidente trafiku në përgjithësi janë prej lëndimeve më të lehta trupore, që mundon me qenë domethënë vetëm ndrydhje, gërvishje kështu me radhë, deri në lëndime të cilat janë lëndime shumë më të mëdha, të cilat potencialisht mundon me rreziku pacientin, gjymtyrën e pacientit. Prandaj janë lëndime të cilat ne duhet t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë dhe numri i tyre është shumë i madh, sidomos gjatë muajve të verës. Po ashtu, për shkak se kemi kthimin e bashkëardhëtarëve, shohim se në trafik kemi një rëndim të trafikut, pra ka shumë a shumë pjesëmarrës në trafik, rrjedhimisht edhe numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë është më i madh dhe fatkeqësisht po i shohim gati çdo ditë.
këto lajme kose, po kanë lëndime shumë të mëdha, ndonjëherë edhe me fatalitet, që me të vërtetë është gjë shumë e trisht për ta lexu, për ta dëgju, aq më keq pra nëse jemi pjesëtar të asaj familjeje, mirë po pa marrë parasysh për secilin prej nesh është shumë e dhëmshme kur i shohim këto. Mirë, në fakt dikush që është duke në telefonuar, natyrisht do të presë pak sekonda derisa shpjegimin e një pyetje që unë ja drejtoj, por dhe të tjerët e drejtojnë, na jep doktori, besoj se duhet të jeni pak më të duruar, apo jo? Ka një mesazh, thotë kam lëndu shputën e këmbës, në detje kam zënë keq, mu ka kthy ana shkëmba, edhe mu ka ai goxha. Shumë plus është mirë, është nxit, thotë, është bë vendi komplet shputa e këmbës. Nuk i kam bë kontroll te mjeku. Pas një muaji, thotë, tash vendi është largu, por ndonjëherë po më dhem. Zakonisht pra lëndimet e lehta që ndodhin në plazh ose në piscina janë pikërisht këto, pra ku kena një përdredhje të kyçit të këmbës për shkak të rrëshqitjes ose gjatë ecjes në rër nuk është terreni i përshtatshëm edhe ato që thonë në popull në zona common keq. Tek shputa zakonisht pra ose i kena lëndimet rreth kyçit të këmbës që mundën me qenë fraktura, të asaj të prominencave, pra të asaj që quajna në popull zogu i këmbës, ose mundën me qenë të gishtave, të pjesës së bazës së gishtave ku shkelim. Fraktura mundet me ardhur ose thymja mundet me ardhur të dy rastet, edhe mundet me u përcjell pikërisht kështu qyshe ka përshkruar dëgjuesi, që mundet me qenë domethënë me edem, me nximje ose me mavjosje, pra aje, dhem nuk mundet me shkel. Për shkak që ka kaluar një muaj, ne mundemi me pa në radiografinë në rentgen a ka qenë e thyer ajo, a ka shaja të shërimit ajo, por shpesh vetëm lëndimet ligamentare të ligamentet pra në ato strukturat mbështetëse që i lidhin kockat mes vete, mundet me shkaktu pra ajtje, dhimbje edhe mavjosje. Mirë, po për shkak të trajtimit gjithmonë është mirë që me pa ortopedi një lëndim të tillë që mos me pas probleme në të ardhmen. Interesante është, por nuk është e vetmja shqiptar apo i vetmi shqiptar, ne në përgjithësi nuk është se shkojmë direkt tek ortopedi, nuk shkojmë pasaj nësa, mos e kalon një më pas rikthehet. Zakonisht është kjo ajo që e kena edhe na si ortoped problemi më të madh, për shkak se shumicën e herave është dikush që ka tentu vet, e ka një kojshi, e ka një dikën tjetër, tenton me krype, me kep, me mënyra tjera tradicionale, jo profesionale pra, me shëru edhe mandej do të thotë shkel, shkakton probleme edhe ma tepër dhe vijet e na, kur gjendja profesh është bajag i avancume dhe kjo na pengon për shkak se mandej duhet mi thonë që okej, po për me shëru këto tash, neve na vynë shumë a shumë kohë, kena më të kthy me ecë, mirë po t'i kime pas dhimbje, pacienti është i padurueshëm se don më kthy në funksion më herët, ka më kthy në punë, e ka një garë nëse është sportist, ose ka me udhëtu, pra gjithmonë ka probleme, prandaj është mirë që vizitat me u bë sa më herët, ashtu që mi marr gjitha masat e nevojshme në momentin e parë, që rekuperimi me qenë më adekuat, më i shpejt, edhe kthimi në funksion, në punë, në sport, në çka do me qenë sa më herët edhe më i mirë. Doktor, ku më shumë, nëse flasim për lëndimet, më të shpeshta gjatë stinës së verës, janë aksidentet në trafik. Do të thotë është numri absolut shumë i madh që janë lëndimet që ndodhin në aksidente në trafik. Zakonisht është shofer, pasager, do të thotë varet se si është, mirë po më së shpeshti është në aksidente në trafik. Pastaj i kemi punëtor që kemi rrëzime nga lartësia, zënje me pesha, e kështu me radhë, pra që në përgjithësi janë lëndime që ndodhin pra tek persona që punojnë ose persona që po punojnë rreth shtëpisë që kanë lëndime. Mandej kemi fëmijët, por edhe të rriturit me bicikleta, me motor, që prap janë një lloj i aksidenteve në trafik. Edhe së fundmi kemi këto lëndime që ndodhin në pushime, do të thotë në plazh, në pishinë, që zakonisht pra ndodhin për shkak të pakujdesisë. Në pishina ose në plazh ndodhin këto lëndimet e lehta që mundën me qenë për shkak të rrëshqitjes, një zënje keq, po që varësisht prej rrëzimit përveç këmbës mundet me u lëndu edhe duar pas rrëzimit,
Çka është diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, ndodh fatmirësisht ndodh marrall, po megjithatë 2-3 herë në verë ndodh, janë lëndimet e boshtit kurrizor që ndodhin në pishina ose në det për shkak se bëhet pra hedhja ose kërcimi me kokë, nuk është kërcim adekuat, nuk është pa thellësia e vendit ku po kërcehet dhe mandej pacienti ka një lëndim shumë serioz të shtyllës kurrizore. Thash, fatmirësisht ndodhin marrall, 2-3 herë gjatë verës, përkatësisht ndoshta edhe vitit, po megjithatë janë trauma shumë të rënda që mundën me pas pasoja shumë të mëdha për pacientin. Kur jemi tek pishinat që përdoren shumë në fakt në Kosovë, kemi pishina edhe zakonisht kush janë ata që nuk janë shumë të kujdesshëm më shumë? Flasim janë fëmijët, të rriturit, janë të moshuarit ndoshta, që më pas adresohen te ju. Zakonisht pro janë moshat e mesme, pro ose të rinjt, fëmijët deri diku, mirë po zakonisht në pishina prindërit kanë kujdes më tepër për fëmijët, edhe lëndimet në pishinat e fëmijët janë ma të vogla. Te fëmijët zakonisht i kemi lëndimet në për porçet e lodrave për shkak të trampolinës, rrëzimin nga trampolina e kështu me radhë, kurse në pishina zakonisht janë të rinjt, të cilët pra kanë energji, kanë adrenalin, vrapojnë, lujnë me zvete, kërcejnë e kështu me radhë, pra dhe zakonisht janë kjo grup mosh, me thonë 20-30 vjeç, ose 16-30 vjeç, të cilët janë ma tepër të prekur nga ky lloj lëndimeve. Pastaj akrobacione që tentojnë me i bo, kërcimet nga lartësitë e kështu me radhë, dhe është pra kjo grup mosh që është ma tepër e prekun. Moshat ma të vjetra zakonisht në pishina nuk është lëndim tipik që ndodh tek ata. Mirë, kujtojmë një herë gjithë ata që janë duke na ndjekur, natyrisht flasim për sa i përket lëndimeve gjatë verës, nëse keni ndonjë pyetje, por shikoj ka pyetje shumë interesante, mund ta adresoni, por dhe mund na telefononi në +38344 900 021. Me ortopedin e njohur doktor Dion Mysliu jemi në studio në këtë moment, jemi drejt për drejti, sepse diku ne ritransmetojmë një pjesë të shtuneve në përmbledhje javore, ju na shkruani ose na telefononi, jo tani keni të drejtë dhe mundeni të bëjnë një pyetje doktorit në studio. Siç në fakt doktor, me që jemi tek pishinat, shpesh herë ndodh që nuk është se për momentin e ndjem shputin e këmbës, ndonjë lëndim edhe shfaqet më pas. Pse ndodh një gjë e tillë? Zakonisht ndodh ajo që ne themi në popull është trupi i nxehtë, pra për shkak të adrenalinës që kemi, edhe gjatë do të thotë që vjen ose që ka qenë po e lojna gjatë lojës, kemi pas adrenalinë të shtunë, ndodh lëndimi dhe pacienti e vazhdon aktivitetin, ose për shkak të adrenalinës që e marrim që vetë trupi pra ka si mekanizëm mbrojtës pas lëndimit, është kjo që zakonisht nuk e nin dhimbje, nuk e nin probleme, e ke pa dhe në aksidentet që ndodhin, fillimisht pacienti për shkak të adrenalinës qohet në kom nashta del vetë prej kerrit, mirë po kur kalon pak hapa ose pak minuta më vonë, bie rrezohet dhe ndoshta mund të jetë edhe më keq. Kjo është pikërisht pra për shkak të mënyrës si reagon trupi jon ndaj lëndimeve. Dhe kjo është pra një problem pse shpesh edhe pacientat nuk i kuptojnë, nuk paraqiten te mjeku fare mas aksidenteve, mas lëndimit, se thonë, jo mirë jam, s'kam kurrëzuar, zova po mirë jam. Mandej mas 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, ka me pas dhimbje ose vjen edhe thot, po ne kesh ma mirë dje par dje, po tash sot jam ma keq. Për shkak që edhe mënyra që reagon trupi pas këtyre lloj aksidenteve, pra është sikur një lakore, që dhimbja prej një momenti ku nuk ka dhimbje, fillon edhe mrrin ajo maksimumi i dhimbjes pas 2-3 ditësh, 3-4 ditësh, edhe mandej fillon lakoria pra me ra poshtë edhe me u largu dhimbja. Mirë, dikush nuk na pret vetëm ikën, doktor, nuk ka problem. Dhe ju e shikoni këtë pacient? A e pyesni a nuk e din fare se nga ka ardhur, për shembull, në këtë ku është shfaqur më pas? Zakonisht, gjithmonë anamneza është, ne themi 60% e krejt diagnozës, pra ne gjithmonë i kemi të gjitha pyetjet kur ka ndodhur lëndimi, çysh ke reaguar mas lëndimit, cila pjesë ka është udhim tash, a ka pas diçka tjetër më herët apo mundesh me lëviz. Diçka që është shumë e rëndësishme për neve është që mas këtyre lloj lëndimeve, sidomos po flasim për ato që janë me energji më të madhe, që kam potencial për lëndim më shumë, tek ne është në popull është nëse po mëj me livrit, nuk do me thonë që nuk e kom të thyme. Edhe qohet peshon, edhe mandej vjen të një lëndim i dytë që mundet me qenë maj madh. Ose
mirë jam, edhe dikush e lëviz qafën, e lëviz shtyllën kurrizore, do të thotë mas aksidentit. Prandaj është shumë e rëndësi që me qenë shumë të sigurt që nuk kemi, nëse kemi dhimbje, nëse po vrejmë që nuk jemi mirë, nuk duhet me prek atë person derisa të vjen ndihma e parë dhe bjen tek ne që ne me mujt pastaj me bëu vlerësimin adekuat edhe të plotë. Ta presim dikën që na ka telefonuar disa herë, më duket tani është. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Cila është pyetja? 4 mujve, Po. e kom pas një rëzumje, e kom lëndu krahin, po që ajo dhim, kam e do më thonë, kur ta lëvizi krahin, e kom një dhimbje. Jo të madhe. Nëse do të mund t'i bësh një pyetje. Sa vjeçare jeni zoj? 14, të 14. Okej, para se me pas lëndimi nuk e pas problem me lëvizjet. Ja. Okej, në rregull. Mirë, faleminderit, tani do të marrësh natyrisht përgjigjen. Kjo është shumë tipike dhe ndodh shpeshherë. Do të thotë kemi një problem ortopedik që mundet me qenë domethënë tu vazhdu, po që nuk jep pacientit shenja klinike, nuk jep dhimbje, nuk jep kufizim në lëvizje. Dhe vjen te një lëndim, sikur kjo i zojës, rrëzohet, vjen te një lëndim dhe mandej ajo e qet në pa, për shkak se rrit inflamacionin, e rrit atë ndezjen që ndodh brenda trupit. Kjo është e para. E dyta, edhe nëse nuk ka pas problema herët, natyra e lëndimit, pra për shkak se na shpesh e marrim një mërzu, shkoj dikon, e shoh se po muj me lëviz nuk është krahu i thy, mirë po ortopedia dhe në përgjithësi trajtimi i sistemit muskuloskeletor nuk është vetëm për frakturat, për shkak se lëndimet që ndodhin, nuk ndodhin detyrimisht vetëm në kock. Kemi dëmtim të muskujve, dëmtim të tendinave edhe të ligamenteve. Edhe zakonisht janë lëndimet e indeve të buta, të cilët din me perzistu, din me vazhdu, sikur tek rasti i zonjës. Pra kemi një lëndim, kemi pas dëmtim ndoshta të njanës prej tendinave që është rreth krahut, ose ato qeskat, janë disa qeska që e mbrojnë krahun prej lëndimeve, mbushen me ujë për shkak të lëndimit, edhe mandej ato japin dhimbje të vazhdueshme. Prandaj është gjithmonë mirë që me vizitu ortopedin, sidomos te rasti i zojës që është 4 muaj dhimbja dhe funksioni tash është edhe moshë të re adekuat, është moshë e re, prandaj duhet me pa nëse kemi nevojë për trajtim specifik, të shihet me ultrazë për shembull, të shohim gjendjen e tendinave, gjendjen e atyre qeskave që janë brenda krahut, dhe me pas se cila është trajtimi më adekuat. Për shkak të moshës së re, duhet që ta kthejmë në funksion sa më shpejt. Mirë, presim dikën tjetër në këto momente që po na pret. Përshëndetje. Alo? Po, mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Si pyetje, çfarë pyetje keni? Po. Për doktorin edhe për juve. Faleminderit. Unë jam moshën 7 vjeçare. Në muajin qershor notin si sport e njeh shumë mirë, edhe këtë moshë kam notu, mirë po qëndrimi në dielli ma ka jap një dhimbje në shpinë, në djathtë, në shpatullën e djathtë. Që është dhimbje të mëdha kom pas, sa që kur kam hime notu, mu kanë largu gjitha dhimbjet. Kur desha në dielli, prapë njëjta dhimbje. Çka është në pyetje? Faleminderit shumë zoj. Në këtë rast pra nuk do të thotë që qëndrimi në diell është duke shkaktuar dhimbjen. Noti është një prej veprimtarive më të mira që mundemi mi bë ne si individ, që na ndihmon jashtëzakonisht shumë për përgjigjen e sistemit tonë muskuloskeletor, sidomos tek mosha juaj, po në fakt tek të gjitha moshat. Edhe i ndihmon jashtëzakonisht shumë shpinës edhe krahëve, po gjithashtu edhe këmbëve. Prandaj edhe kur ke notu ti je ndje më mirë. Mirë, po fakti se ke pas dhimbjen prezente pas ndaljes së aktivitetit, po na tregon që është një patologji, është një sëmundje rreth nyjes së krahut ose shpatullës, që po vazhdon të jetë aty prezente, prandaj duhet të dihet saktë çka është ndodhur. Këto e dim përmes një ultrazëri, përmes një rezonance magnetike ose përmes testeve klinike. Mos kemi ndonjë tendin damar, nëse më u shpreh kështu në thojza,
rreth krahut që është e dëmtuar edhe po ta jep dhimbjen, dhe pastaj përmes terapisë, eventualisht terapisë fizikale, me e përmirësu gjendjen. Kurse notin edhe juve dhe të gjithë dëgjuesve të tjerë ja u rekomandoj jashtëzakonisht shumë që ta bëni për shkak se ndihmon tepër shumë në sistemin ton muskuloskeletor. Mirë, për gjithë ata që janë duke bërë pyetje, dini që natyrisht bëni pyetjen edhe dëgjoni ndërkohë edhe përgjigjen në ekran. Është pamundur që të mbetemi duke pasur që ka edhe shumë mesazhe të tjera, duke lënë natyrisht telefonata, duke lënë hapësirë edhe të tjerëve. Pra në momentin që bëni pyetjen, sepse dikush po merr ende non-stop, e dëgjoni në ekran përgjigjen e doktorit. Ato çfarë ju në fakt juve ju shqetëson. Më bëri përshtypjen puna e notit, a ndodh që nga mosditja e notit si duhet, për shembull ka lloj notash, kur ti nuk e din një lloj noti, ndodh më pas kesh një lëndime, nuk e din më pas se nga ka ardhur lëndimi, po ka ardhur se nuk e dit me bën not mirë, thënë ndryshe. Ju e dalloni këtë, doktor? Teorikisht është e mundshme me ndodh kjo, një zgjatje e tepruar muskulare, një pakujdesi, po zakonisht janë probleme që ndodhin rrallë, për shkak se noti paraqet një aktivitet fizik me rezistencë të lehtë, edhe uji na ndihmon në bartjen e trupit, domethënë peshës trupore tonës, është aktivitet, prandaj ne e rekomandojmë se është një prej aktiviteteve më të mira që mundemi me i bë. Prandaj ne e rekomandojmë gjithmonë tek krejt pacientët, prej fëmijëve që kanë probleme me shpinë deri tek ata tek moshat e më të shtyra që gjithashtu kanë probleme me shpinë ose me krah. Mirë po, lëndimet që ndodhin gjatë notit si aktivitet janë të rralla, kështu që nuk janë lëndime as të mëdha, as serioze, munden me qenë, po janë të rralla. Dikush thotë, lutem pyetje mjekun, nëse indi kam nuk e di nëse po e lexoj shumë mirë, kërkoj falje. Nëse indi kam të këputun para 7 vitesh në këmbë, ka ndonjë ind të këputur, he pasere më dhem, mjeku më pa thënë, s'ki probleme, vetëm kur ndron koha. Duhet me pas se çka është lëndimi. Nëse ka qenë para 7 vjetë dhe ky po mundet me ecë, i bjen se çka do të ka qenë është regeneru relativisht mirë, për shkak se është kthy funksioni. Këto ndryshime që ndodhin me kohën kanë me qenë gjithmonë prezente, shkojnë në kuadër të smundjeve ose problemeve sikur reumatizmale që ndodhin. Thuaj se gjithë pacientët e kanë këtë problemin që kur ndryshon pra në temperatura të ftofta, vendet ku kanë pas lëndim reagojnë më tepër, është një prej të dhënave të anamnezës shumicës së pacientëve, sidomos në mosha më të shtyra, mirë po gjithmonë duhet me pa çka ka qenë lëndimi, për shkak se ligamentet janë ato struktura të cilat janë përgjegjëse për propriocepcion, që i bie i tregojnë trurit ton se ku jemi në hapësirë, pra, na ndihmojnë në orientimin ton hapësinor, pra ku me lshu kamën gjatë ecjes ose ku me lënë nyjen gjatë ecjes. Prandaj edhe vjen deri gjithmonë tek kur s'kemi terapi fizikale të mjaftueshme, kur s'kemi trajtim adekuat nga ana ortopedit e kështu me radhë, gjithmonë pra kemi këtë reagimin në temperaturë ose një rilëndim tjetër që mundet me ndodh ma lehtë se sa zakonisht. Doktor, flasim tani për sa përket edhe në punë. Ka shumë aksidente kohë të fundit kemi parë, fatkeqësisht edhe me jetë të humbura. Çfarë po ndodh në vendin tonë? Ka pacientë që vinë tek ju pikërisht për shkak se në punë janë lënduar, sidomos nëse flasim për punëtorët, i quajmë kështu punëtorët e krahut. Po, është ndoshta është më me thon problemi i dytë, sa i përket traumave gjatë verës. Çka po ndodh nuk e di, është shumë e çuditshme, është njëjtë sikur se me aksidentet, për shkak se është një numër jashtëzakonisht i madh për popullatën që e kemi, sepse ne nuk jemi një shtet me 20 milion, 30 milion banor që me pas këtë numër të aksidenteve, njëjtë është edhe me lëndimet që ndodhin gjatë punës. Gjithmonë kur si punëdhënësi ashtu edhe punëtori duhet të jenë të vëmendshëm në momentin që kanë me ungjit në lartësi të mëdha, zakonisht i nuk e di nëse është një pacient diabetik, për shembull, që mund të miro me një moment
sheqerin e gjak, ka një errësime dhe mundet me urzu. Mundet me qenë edhe i ri, mundet me qenë pacienti që nuk e din hiç asaj vetë që e ka smundjen, edhe me ardhur deri te kjo. Prandaj duhet me marrë gjithmonë të gjitha masat e nevojshme, po dhe pa pas smundje përcjellëse, temperaturat janë shumë të larta gjatë verës, nxehti i madh pra e lodh organizmin, edhe një moment, një gjykim jo i mirë i vendosjes së këmbëve, i ngjitjes mundet me çu te lëndimi. Problemi këtu është se pacienti është në nalësi shumë të madhe, edhe nëse themi edhe një lartësi 2 metra, 3 metra, që në nalësi relativisht tulta për punëtorët fizik për vendin ku punojnë ata, për punëtorët e krahut, mundet me çu te një lëndim shumë i madh i këmbëve, në veçanti i thembrave për shembull, edhe i boshtit kurrizor. Në raste caktume, ajo që nuk është në spektrin ton, po ndodhin edhe lëndime të kokës që munden me pas domethënë pasoja edhe ma të mëdha. Mirë po në përgjithësi, pra, rrëzimet nga nalësia janë shumë të shpeshta, varësisht se si ndodh rënja, pra shpesh kemi pacient që vinë edhe paraqiten me fraktura me thymje në te dy durt, për shkak se janë shtrime dur përpara me mbrojt, në raste caktume pra me shpinën ose lëndimet e pelvikut, të cilat janë lëndime shumë serioze, përcillen me gjakderdhje të madhe, dhe gjakderdhja shpesh din me qenë edhe e fshehur, pra që nuk paraqitet në fillim, prandaj janë lëndime shumë serioze, edhe janë lëndime shumë të shpeshta. Në kuadër të lëndimeve pra që ndodhin gjatë stinës së verës, janë aty në grupin e lëndimeve më të mëdha pas aksidenteve. Doktor, më duket nuk është e kënaqur me përgjigjen tënde. Dikush ka të shumë po më merr në telefon sa që nuk e di çfarë po ndodh, por edhe një herë kujtoj që duhet japim hapësirë dhe të tjerëve. Ka telefonuar përsëri më duket zonën që kishim më parë, por ndoshta ka ndonjë pyetje tjetër, unë e thash si me shaka, por gjithmonë duke dhënë hapësirë të tjerëve. Po zonjë, sepse I kisha lut doktorin me bën një pyetje. Pyetjen tjetër. Okej, na kishe bllokuar Viberin. Po? Pas jem kthy prej detit, kom pas dhinë të ndoja në shpinë, edhe kom bo CT-n, e kom bo edhe deksta, edhe më ka dalë osteoporoza. Cili janë shkaktar që ma kanë sjellë mu këtë smundje? Mirë, tani e dëgjon në ekran, sepse ti don të telefonosh non stop. E dëgjon në ekran përgjigjen, jo vetëm ti, por të gjithë ata që na telefonojnë, doktori është i qetë. Unë nga njëherë nuk e menaxhoj mirë këto, nuk jam i qetë, po besoj se më mirë kuptojnë, sepse po shikoj doktor ka shumë pyetje dhe shumë telefonata për ty, kështu që zonja telefonon nuk e di sa herë don përgjigjen. Është tema shumë atraktive për shkak se kemi krejtve na ndodh se gjatë verës me u lëndu ose me pas dikën në familje që ka pas një lëndim, po besoj kjo është edhe arsyeja e interesimit të madh. Sa i përket pyetjes Zoes, pra osteoporoza ka qenë prezente edhe para se me shku kjo në not, ka qenë prezente në disa vitet e fundit. Osteoporoza është një gjendje që tregon rrallimin e kockës, pra është një sëmundje që dobëson kockën jashtëzakonisht shumë. Është tipike tek femrat pas menopauzës, edhe tek mosha e zonjës. Prandaj është një problem të cilën duhet me trajtu, nuk është që ka me mujt me shëru, mirë po duhet me trajtu me anën bashkë me ortopedin edhe reumatologun, që me e përmisu densine e kockës. Tek osteoporoza, arsyeja do të thotë pse ne duhet me pas shumë kujdes është se çonte fraktura si verës, si dimrit pas rrëzimeve të lehta, pra i quajmë ne rrëzime me energji të ulët. Pra gjatë ecjes rrëzohet rrëshqet, pra një rrëzim i vogël çonte fraktura për shkak se kocka është e dobët. Edhe arsyeja pse ka dhimbje zoja mund të qenë pikërisht kjo, pra densja e kockës është e dobët, ka pas për shembull ka notu shumë, e ka ngarku ma tepër për shkak se në këtë rast prap muskujt janë më të fuqishëm se kocka për shkak të densisë dobët të saj, edhe kjo çon mandej në dhimbje muskulare më të shtume ose në dhimbje të trupit që referojnë pacientat. Mirë po gjithmonë për me pas, tash prap zoja tha ka bo një CT është një ngjizim i thellë i cili e sheh a ka fraktura apo jo. Pra po them nuk do me thonë që ka pas frakturë gjatë notit, thjesht ka dhimbje për shkak të mbi ngarkesës edhe prezencës së osteoporozës. Mirë, kam një pyetje kështu me që ishim duke folur dhe telefonat, në fakt më shumë janë nga zonjat, nga gratë që na telefonojnë, pacientë ju janë më shumë nëse bëjmë këtë ndarje të kemë më shumë burra, djemë që vinë apo gratë.
aksidentet, lëndimet, trauma nuk e... Se kur flasim për këmbët, më duket sikur më shumë gratë, zonjat kanë probleme, apo... Në përgjithësi është të gjitha të dy gjinit, të gjitha grup moshat. Veç se ajo që, sidomos gjatë verës, pro trauma nuk një gjini, nuk një mosh, okay. Nuk e din të kush për merë trotineti, nuk e din kush për vëzit makine, nuk e din sa veta janë kërë kështu me radhë. Ajo që ka është ma tipike janë sëmundjet do të thotë, po që nuk lidhen direkt me traumën, janë sëmundjet profesionale, pra, të cilat paraqiten për shembull problemi i osteoporozës, pra më tepër i sulmon gratë pas menopauzës. Problemet për shembull me gjënj, i pregin sidomos personat ose le të themi punëtorë që punojnë me pllaka. Pastaj problemet me nyjen e krahut, i pregin ata që punojnë me muratorët, por edhe femrat e shtëpisë, gratë e shtëpisë, për shkak të punëve, domethënë lëvizjet e përsëritura. Prandaj ekziston një tipar për një sëmundje se si mundet me prek një gjini ose një mosh ma tepër se një tjetër, mirë po të gjitha gjinit dhe të gjitha grup moshat i kanë tiparet e veta me cilat paraqiten me një sëmundje. Për shembull, personat të dy gjinit që rrinë shumë në kompjuter kanë probleme me qafën. Burra themi, ama se kalon ajo, shkon. Sa gratë janë më shqetësuese për këtë fakt. Ajo mund të jetë, mirë po prap ka burrat cilët kanë më tepër kujdes për veten dhe dojnë mu paraqit. Njëjtën kohë ka dhe femra që janë ashtu që thonë hajtë se më kalon edhe lojnë, prap është individual, është shumë vështirë me përmend me karakterizu që është tipike për këtë ose atë. Presim në këto momente dikën tjetër, përshëndetje. Përshëndetje, Maksim. Përshëndet ty dhe doktorin. Faleminderit. Cila është pyetja? Pyetja është, unë jam 57 vjeçare, edhe kam pas për 7 vite një solëm tru. Edhe kështu që pa ta met një kohë në karros, një vit e gjys. E tash jam mirë, pa zotit, po kam problem me gjunin e majt tash, se unë në djatë e kom pas solëmin. Tash kam problem me gjunin e majt, që kur të heti, shanë, majet, besa bes nuk mon heq ka marrë zona, edhe kam probleme të shumë bashkë në gjuhë këtër probleme. Edhe po më reni ajën shumë. Mirë, faleminderit shumë, natyrisht do marrësh tani edhe përgjigjen. A mund ta bëjmë një lidhje këtë me sulmin në tru? Fillimisht më vjen mirë që zoja po hënë që është mirë, për shkak se ngjarja sikur kjo me pas në sulm në tru, din me lënë pasoja për të njëjtën, kjo tregoj që të paktën tash është mirë. Nëse ka qenë anësia e djathtë ajo që ka qenë e prekur pas sulmit, kurse tash ankesa është me anën e majt, atëherë pra nuk themi që ndërlidhet me sulmin direkt në trup, plus zoja ishte shumë specifike që e ka ankesën me gjurin, kjo më tepër për shkak të moshës, kjo më tepër si dhe ngarkesës që ka mundur me pas gjatë ati një viti e gjysmë që e ka ngarku gjurin e majt për shkak se me djathtë nuk ka mujt, atër kjo është tipike shej e artrozës, prandaj këtu duhet fillohet me njerë me terapi, me barna, mandej ndoshta edhe injeksione brenda gjurit, e kështu me radhë që me parandalu sëmundjen. Që kam bëni përshtypje është fakti që tha që nuk pëmbon, por rëzohet, e kjo lidhet me temën tonë të sodit që për shkak që nuk e trajton problemin aktual që e ka, për shkak të moshës, asaj që përmendëm që fillon do të rrallimi i densisë së kockës, një rrëzim mundet me qute fraktura. Prandaj zoja duhet me pas kujdes, me pa një ortoped, ashtu që me trajtu gjurin, që mos me pas një ngjarje të tillë, do të thotë mos me pas një rrëzim tjetër, sepse ai mundet me qenë mandej me pas pasoja në kuptim të frakturës, nevojës për operim e kështu me radhë. Mirë, presim dikën tjetër, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Një si e respekt për doktorin, po nuk e di se u kisha vu, nuk e di, është doktor generalist, apo është vesh doktor për një lami? Ortoped, specialist. Ortoped? Po. Po dhe se bënej, këmë borë do plogë në lufti, këmë një 4 plogë. Tash normal, po kam lint, a din kështu kër ndryshon koha, kam lint. I kam copat granotës, bile para 2 audite, këmë hjek një opejdore. Kam limt, kështu, ka paskua kam limt edhe kam dorën, dhe unë nuk e di ka nere kështu kur e kruj dorën që e kruj, nuk e ndi dhe më humë që e kam fërë që është dora ime. Pra këto i ke pikërish nga plagët e luftës, apo? Po e luftës, po jemi plagosën po 2 jevë, po 2 jevë, vlap.
Një plagos me 28 mars 1999. Një terapi më kanë hitë një terapi e kanë post-traumatik depresiv, e marrë që 18 vite e marrë, në ashtu doktori njef promozepam, depakot, e marrë levopromozepam, e kam këtë terapi, se muskujt, më kanë hubë muskujt kretë, muskujt nuk kam. Mirë, Nuk kam. besoj se doktori natyrisht në fushën e ti do t'a japë ndonjë shpjegim. Faleminderit shumë për telefonatën, përshëndesim. Ngjarja sikur e zotniut është një ngjarje e cila na prek neve krejtve normalisht për shkak të shërbimit që kanë bë të gjithë ata që kanë qenë të përfshin në luftë, unë kam qenë shumë i vogël atëherë. Po megjithatë prap vazhdojnë ne i shohim raste të tilla, kemi pacientë shumë për shkak se këta janë pacientë të cilët janë pacientë tonë gjatë të jetës për shkak të lëndimeve që i kanë marrë. Edhe gjithmonë pra përveç që jemi falenderues edhe tentojmë që me dhon shërbimin sikur për krejt tjerë, mirë po me një empati edhe më të madhe për shkak të asaj që ka ndodhur dhe kontributit. Kjo që po tregon zotniu, fillimisht kjo PTSD-ja, stresi post-traumatik, nuk është pjesë e fushës sime, mirë po është evidente te krejt ata që kanë qenë pjesë e luftës ose që kanë pas lëndime në luftë, ajo duhet me vazhdu me psikiatrin, pra konsultat e vazhdueshme që me mujt me mbajt në normë, është shumë mirë që e kupton që e ka problemin, sepse e menaxhon më mirë. Sa i përket pjesës do të dhimbjeve, edhe këto prap janë 2-3 lloj formash që mundën me qenë. Fillimisht mundën me qenë dëmtime të cilat kanë mujt mi prek nervat, edhe me pas pra përveç dhimbjes, me pas edhe këtë pjesën e humbjen e senzacionit, humbjen e ndjeshmërisë, që tha që nuk e ndjen mirë dorën që është e vetja. Dhimbja mundet me qenë pra edhe në kuadër të kësaj pjesës që përmenda më herët, reumatike, për shkak të lëndimit që ka pas, trupi nuk reagon mirë në temperatura të ftofta dhe pacienti ka dhimbje. Gjithsesi se duhet me pa edhe ne si ortoped, fillimisht ku janë që ato copat granatës, pra mos pahiri kena diçka rastësisht ndonjë copë që po e ngacmon ai nerv që ka ende në trup. Po, që mundet me dhon problem, zakonisht nuk japin, por ka raste kur japin. E para dhe e dyta mundet me qenë për shkak se nëse e kuptova drejt, ajo përmendi pra kur e krung, do të thotë te pjesa e shuplakës, mundet me qenë edhe ndonjë sëmundje sikur që është sindroma e tunelit karpal, pra kur njëri prej nervave bllokohet, që mundet me qenë pra për shkak të copave të granatës, ose mundet me qenë për shkak të përdorimit, edhe me blloku nervin, edhe mandej për shkak të bllokimit të nervit, truni jon pra percepton, dikush e percepton që thashë zotniu, pra nuk e di që është e jemja, dikush thot po mdoket sikur më mec buba, bubreca, xhixha, si më thon rryma, pra është varësisht qysh e përshkruan, po definitivisht duhet me pa aspektin klinik të tij, edhe mandej me vendos, ndoshta bashkë edhe me kirurgun plastik, se çka duhet me bëu më tej. Doktor, për shembull, jemi drejt fundit, ka shumë telefonata, ka shumë pyetje, është e pamundur. Unë pyes, a ndodh ndonjëherë që një pacient tek ju ka ardhur dhe nuk ka pasur asnjë aksident, as në pishinë, as në komunikacion, kërkun, as në punë, por nuk e di, ndoshta e lidh me stresin, edhe i dhem diçka. Në fakt ka shpesh. A mund të lidhet kjo me stresin? Nuk mund të themi që mundet me u lidh direkt me stresin, ndoshta edhe mundet, për shkak të ngarkesës shumë të madhe, shpesh disa persona e ndjejnë ose reagojnë në dhimbje ndryshe, po zakonisht është një lëndim që ka ndodhur, që ky ose kjo nuk e ka vrejt në momentin e parë, sidomos pse paraqitet për shembull thotë mu ka oj dora, nuk e di pse. Mundet me qenë inflamatore, domethënë veç ndezje për shkak të tepërdorimit, po mundet me qenë edhe një lëndim që ka ndodhur disa ditë më herët, po që pacienti nuk ka qenë vigilant për atë lëndim, ose për shembull ka pas një frakturë të vogël në gisht, edhe thotë ju nuk e di ku e kam zon keq, ose ku e kam godit kamën, ose ku e kam zon keq dorën. Pra ka raste të shpeshta që vijnë nuk e din, mandej tu i tregu ne që ky lëndim ka mujt me qenë për shkak të goditjes ose zënjes, nuk ka mundësi me ardh vet, ose që ky lëndim është për shkak të ndezjes, për shkak të tepërdorimit, çka punon për shembull në kuzhinë aty këtu, edhe kjo domethënë na jep informata se çka ka ndodhur, ose për shembull dhimbjet e qafës që janë zakonisht tek persona që rrinë
me punën që kanë shumë në kompjuter, që është problematike e re, ose kjo sindroma e telefonit që tash ka fillu me gati me unjoft edhe si diagnozë, për shkak të mbajtjes telefonit, pra me qafën poshtë, pra vjen deri tek dhimbja, po. Ndodh edhe nga kjo. Dhe përpara se ta mbyllim, në fakt kemi kjo temë është temë shumë atraktive. Do të presim më duket verën tjetër për ta vazhduar përsëri. Për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur nga fillimi, do a keni edhe në YouTube komplet intervistën me doktorin, natyrisht për ta ndjekur në official në kanalin zyrtar në televizionin 21. Një ortoped për veten e vet. Për dhimbjet që ka, për shembull, ku i drejtohet një ortopedi tjetër apo mundesh ti ta vetë mjekosh, nëse më ta quajmë kështu, veten? Në përgjithësi, ne mjekët jemi pacienta shumë të këqij. Për shkak se pse leni edhe ju vetën pas dore? E lëm shumë vetën pas dore, edhe shumë rrallë ndodh se një mjek me shku te mjeku, jo për faktin që i njërën, jo për faktin pse dim për shembull me thonë që po më i me marrë një burfen, një diklafen, një diçka për me ndalë dhimbjen, po zakonisht është për faktin që secili prej nesh është shumë i përkushtuar në punë, mirët me pacientat e vet, edhe përderisa ajo që ka mundemi me ditë nuk është jetë kërcënuese, atëherë po e lanë, nuk po shkoj te mjeku. Edhe shpesh herë, pra e injorojnë deri në momente të vazhdueshme. Ne e dim që duhet me bëj aktivitet fizik, e dim që duhet me mirëmbajt veten, mirë po në përgjithësi për shkak të ngarkesës nuk e bëjmë. Mandej profesioni jonë është profesion shumë stresues për shkak se kemi shumë përgjegjësi, edhe gjithmonë pra jemi në stres, gjithmonë jemi duke mendu për pacientët tonë, çka ndodhi me këtë pacient, çka ndodhi me atë pacient, pra jemi ton kohën shumë të ngarkuar, edhe gjithmonë e lëm veten pas dore. Mandej normalisht se secili prej nesh i kemi familjet tona, që duhet me u kujdes për ta, edhe në përgjithësi i lajmë anash. Madje shpesh ankohen si shoqëria, si familja, te doktor, jo vetëm për mua, po te secili edhe prej kolegëve të mi, s'po kujdesesh për neve ose ka me bu një termin me ardh te ti, por është gjithmonë për shkak kësaj se nuk qenë ka serioz, hajt se e shtyn ose kështu, edhe e me një farë forme e neglizhojmë. Unë duke të falendëruar shumë për kohën, natyrisht që ke lënë dhe punën, angazhimet edhe je këtu me gjitha këto këshilla të vyera. Unë du të them vetëm diçka për gjithë ju që doni ta ndiqni edhe në Instagram, nuk më ka thënë doktori, por unë ndjek Dionin. Dion Mysliu, shkoni aty dërët Dioni ose Dion Mysliu, sepse ka video shumë interesante që jep edhe këshilla shumë interesante kështu falas, shkoni në Instagramin e tij, se shumë na kanë kërkuar dhe numrin doktor, kështu që punë të mbarë dhe faleminderit. Faleminderit shumë Max për ftesën, me shumë kënaqësi për shkak se tema është jashtëzakonisht shumë e ndihshme. Aksidentet, lëndimit që ndodhin, edhe është kënaqësi kur mundemi me eduku, me përcjellni mesazh tek masa e gjerë sa më shumë që mundemi, që me pas kujdes në trafik, me pas kujdes natën, nuk bëhet nami pse nëse don me dal një natë me pi, po të paktën mos vozit në ndikim të alkoolit, merrni një taksi se s'bëhet nami. Shumë këshillë mirë. Prandaj gjithmonë duhet me pas kujdes, prandaj tentoj edhe përmes rrjeteve sociale, për gjitha këto probleme me dhonë me eduku masën. Unë jam edhe doktor shkencë dhe jap mësim në fakultet mjekësisë këtu, prandaj e kam në qef këtë edukimin e masës. Kështu i duam doktorët, edhe kur i vini në studio me qef më me falë, siç kemi Dionin. Faleminderit shumë.